të gjitha qeverit janë gëzuar me rezultatet e policisë Kosovës dhe sukseset e saj. Të gjitha janë thirrë dhe sot thirren për rezultatet në veri, rezultatet e luftimit krimit, vjedhjeve e tjera. Kur vjen puna te aspekti i pagave, i financimit, do thotë ajo puna më e ndihshme që e ngrit moralin e policisë Kosovës, hezitojnë të bëjnë këtë. Ose kur vjen puna për ligjin për pensionet, hezitojnë të bëjnë këtë. Unë e di se ka kosto, mirë po do të gjendet mundësi të tjera të forma ndryshme. Gjithashtu, sa i përket aspektit teknik, na jemi polici profesionale të cilat ka profesionalizmi i tyre do të thotë shihet në punë gjatë aktiviteteve të përditshme të tyre dhe trajnimet e tilla janë kryer në Amerikë, në Gjermani, në Angli dhe në vende tjera, ku kemi një polici mjaft elite, do të thotë profesionale, dhe ky profesionalizëm i trajnimeve duhet të vazhdojë, nuk duhet ndalet. Na kemi pas shpesh donacione nga ICTAP-i amerikan, që vazhdimisht na kanë ndihmuar, gjithashtu shtetja anglez, gjermane të tjera me forma ndryshme, do thotë donacione ndryshme. Mirë po na tani nuk jemi në atë situatë që vazhdimisht të financohemi ose të pajisemi me pajiset e tilla të ICTAP-it, amerikan, gjerman e tjera, pasi që kemi shtetin, kemi parat tona, buxhetin ton, prandaj ato pare që ndahen për sigurinë, për policinë e Kosovës duhet të shpenzohen për atë. Dhe për këtë arsye do të thotë duhet ngritet paga për shkak të inflacioneve, për shkak të punës së vazhdueshme e tjera, nuk duhet pres asnjë qeveri që njësitë tona të bojkotojnë punën për shkak të pagës jo të mirëfillt, për shkak të mosmarrjes së rrezikshmërisë, për shkak të mosmarrjes së të arnave për punën jashtë orarit. Prandaj institucionet tona duhet të kenë kujdes për arsye se institucioni i sigurisë është një institucion i ndihshëm edhe në aspektin profesional, por aspektin njerëzor e tjera, prandaj duhet të plotësohen këto kushte për me pas një polici që fare është profesionale, të aftë me mbrojtë rendin dhe qetësinë publike konform ligjit mbi policinë.